Rënja drastike e temperaturave në këtë periudhë të vitit dhe rreshjet e borës në disa vende të Kosovës nuk është se kanë qenë të zakonshme tash e disa vite. Por sado që këto temperatura janë të ulta për ne, sa për këtë bletëve, bletari Florinda Otaga, tha se ato janë të përgatitura për fazën e dimnimit dhe nuk është se kanë ndikuar për keq temperaturat e ulta. Bletë janë meteorologë shumë të mirë. Ata kanë ditë edhe janë ka dinë se natë kanë fillu të zgjaten, temperaturat e natës kanë fillu të vinë edhe ato janë të përgatit për dimnim. Na bletarët, ata që kanë përvojë, edhe ata që s'kanë përvojë duhet mi pas kry punë, 90% punëve ne i kemë pas korrikin ngushtin, kemë pas edhe shtatorin për bletë të jenë të përgatitur për dimnim të mirë. Tash në tetor nuk është që s'ka punë, si çdo muaj kemi edhe sot punë, duhet bletëve të ngurështojnë dyrë të hyrës, duhet bletëve të kontrollojmë edhe njerë se ka me pas ditë mira, të kontrollojmë të këqyrim a kanë ushqim të njaftueshëm, duhet me pas diku 15 edhe 20 kg mjalt, kualitativ, jo gjithë shka, jo mjalt atë ndryshmo, ose vetëm shërbet që s'ju qesin, se besoj, për ndryshe edhe pjallën kanë me pas mundësi me marë, ato fillojnë tash e ulin edhe numrin e vezëve memat, edhe përgatiten për lëmshin dimnor. Kështu që edhe këto temperaturat që janë të ulta, sado që janë të ftofta për ne, ato vetëm janë përgatit në bletë për fazën që kanë dimnimit. E në rast se ndonjë nga bletarët kanë ngecur në ndonjëra nga procedurat që duhet të ishin të kryera tashmë, Otaga dha disa këshilla që duhet ndjekur. Shumë ka bletarë që kam kontakt me ta, punë trajtimet për parazit të ndryshëm i kanë kry, që ka bleta, për shembull varozën, ushqimin shtesë ju kanë dhonë, pra tash nëse dikush kanë ngelën disa veprime, për shembull, ka me pas disa ditë mira, duhet që ti kontrollojnë bletë, diçka ti marrin ti barazojnë, të marrin mjalë për tjetrës, të japin tjetrës, ti këqyrin nësë kanë ende për trajtim për varozë, do më thonë për parazitin kryesor ose ndonjë smundje të ndryshme të bletëve. Nuk ju ngelet gjatë tjetër, vetëm se ti ngrohin nëse kanë mundësi dikur ma vonë, murin në ndorë për shkak të ju mbrojt sa ma tepër për temperaturat. Nëse ulen, për ndryshe ne në mësu që në këtë kohë me pas temperaturat shumë të larta, dikur rreth 20 edhe mbi 20, mirë po mund të ketë prapë, sa që na duhet si pas motit edhe na të përshtatëm, edhe bletë duhet të përshtatën, si pas motit. Mes të tjerash, Otaga bëri të ditur se të gjithë bletarët në këtë periudhë janë në përfundim të punëve të nevojshme për kujdesin ndaj bletëve.